me marë, do të program vitaminoz, të regenerimit. Do të me pas trenerin e fitnessit, edhe atër shkon matësh me ata një slonde, me ata, me ata. Na, me Bukes Qebapa, me Pleskavic, pas qendër stërvitore, të i rajt lejtarë tje kitë muje në atë mujë, për që ato i hajnë a katet atje. Edhe ekipe tjera. Cili ekip boni sukses? Balkanit që i ke organizu me regullt edhe aty ju ka i leti qëtash. Cili ekip boni sukses? A ekip që i pagun me që është në regullt, që është të përparu, që edhe për 10 vjet, me qëtë diapazon edhe menim që mbretron futbolin e Kosovës, drita ka me dominu ligën. I blokoj lejtorët halo pa përfundu me kampionatin. Kini me po mas pari, qëfar merkato, se dej që tash kanë gabu merkato, edhe ata, për që tash janë mësu. Për gjitha aty në gabime, edhe ata që tash kanë lidhë men, po marin lejtorët verifikum, edhe në dzene tani te super ekipin që pagun me regull, në dzene te me ka 2-3 muj borgje, me që baba me hamburgera, këshërti apo del kampion para dritës as po del. Kjo, e për të merkatoja trenerët për Malishevën, a ka bo merkatot mirë, a ka i këprurit, sidomos ta futbollistë e huj, super merkato ka bo Malisheva ka ekipin me shumë perspektiv, apo kuptan? Unë menaj që edhe Prishtina e ka e Viktorit ekipin me shumë perspektiv, se ka Marak me Folzert. Vlasni më bërë Viktorit? Jo, Viktorit e fanë si dritës është. E fanë si dritës është. E ka, do me thonë, Prishtina e ka.